tek çiftet sot mendoj se mungon durimi dhe durimi për t'i zgjedhur mosmarrveshjet. Martesat, nëse flasim për raportet bashkëshortore tani, mund të themi se kemi edhe aspektet pozitive, mund të themi ndoshta edhe aspektet negative. Aspektet pozitive janë se sot çiftet domethënë kuptohen më mirë përmet vetes, sa i përket aspektit punës, karrierës, një jetë më të lirë, lirisë, domethënë për të shprehur mendimet e veta ose për të zgjedhur mënyrën e punës, profesionin e të tjera, ndërsa tek çiftet sot mendoj se mungon durimi dhe durimi për të zgjedhur mosmarrveshjet, problemet familjare, se nuk mund të themi se nuk ka familje pa probleme ose ndonjëherë në raste të caktuara që nuk lindin mosmarrveshjet, e në këto raste mungon durimi për t'i zgjedhur problemet. Edhe kjo është e tëra, mendoj si pasojë e jetës moderne, lirisë e tepruar, edhe durimit për të ulur dhe për të debatuar në çdo problem. Se mendoj se nuk ka probleme që nuk ka një zgjidhje në qoftë se ulëm edhe bisedojmë. E në këtë rast mendoj që këtu edhe kemi anën pozitive dhe anën negative. Pra, përgjithësi ka ndikim. Ka ndikim gjithsesi. Ka anën pozitive, domethënë ka se sot femra është më e lirë me vendos për jetën e saj, për karrierën, për punën, profesionin, ndoshta edhe me menaxhu dhe me financat e veta, ndërsa aspekti negativ mendoj ajo pjesa e mungesa komunikimit. Edhe durimi për me komuniku, për me zgjedh një problem i cili mund të lidh në çdo familje. Mundem me plotësue pak zojës? Patjetër. Dëgjoj. Shumë mirë foli, shumë mirë sqaroj krejt. Unë do të nisem edhe nga aspekti i përjetimeve të mia, apo kupton, gjatë periudhës time martesore e jetësore times. Kështu, nonat e gjeneratës time ma shumë kanë qenë jo intelektualet pashkolluara. Edhe ata vetëm e kanë shiqu drejtimin familjar, apo më kupton, ata asnjëherë nuk kanë mendu as për artin, as për shkencën, as për punën që duhet e di me marrë një pagë dhe me qenë vetvetja, me thënë me qenë e pamvarun. Kurse sot nonat janë ndryshe, e sot nona vendos, punon, e ka jetën shumë më të ngarkume, atë runi është shumë më i ngarkum, psikikisht dhe fizikisht, kështu që truni nuk e bën atë kallaballakun që e ka bajt një nonë shqiptare para 30 vjetë ose 20 vjetë. E kjo është ajo që secili e lipat lirin e vete, personale edhe atë qetësin e vete, shkaku i relaksit trunit, i shpirtit, që nesër ajo duhet me qenë patjetër, ja kjo zojë si avokate që është zonja, kjo ka nevoj për relaks, ka nevoj jo për zhurma, për kallaballakun familjar që e kanë përjetu nonat tona brez pas brezi,